Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut mohon për çarrit brenda vetes. Kryeministri Stanislavski deklaroi se qeveria është e qëndrueshme dhe nuk ka probleme. I pyetur për pak kënaqësitë që Arben Taravari nga vlen ka shfaqur në opinion në lidhje me funksionimin e koalicionit shqiptar në qeveri, kryeministri tha se shumica parlamentare ka mbështetjen e 2/3 kuvendit. Ne nemam takvo čustvo дека има напротив, имаме исклучително квалитетна соработка, граѓаните да бидат сигурни, владата е стабилна, повеќе од 2/3 неофицијално, официјално 78 пратеника ја поддржуваат оваа влада. Në kontekst të kësaj pyetje, a ka probleme me koalicionin e Taravarit? Jo, nuk kam ndjesi të tillë që ka. Përkundrazi, kemi jashtëzakonisht bashkëpunim cilësor. Qytetarët le të jenë të sigurt, qeveria është e qëndrueshme, më shumë se 2/3 jo zyrtarisht. Zyrtarisht 78 deputet e mbështesin këtë qeveri, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ka hedhur poshtë mundësinë që të largohet nga kabineti qeveritar. Ai deklaroi se grupet e punës ende janë në negociata. Tash për tash jo, grupet punuese mes deputetëve ende janë në negociata. Kështu që shpresoj që të gjejmë gjuhë përbashkët, në qoftë se nuk gjejmë, atëherë shohim si e bëjmë. Shpresojmë të gjejmë gjuhë përbashkët, nëse nuk gjejmë atëherë do të shohim, deklaroi Arben Taravari. Merret ai shprehu shqetësim për mënyrën e përfaqësimit të koalicionit në zgjedhjet e ardhshme vendore, duke kërkuar që të gjitha partitë të dalin me kandidatët e tyre. Ish ministri i punëve të jashtme, njerëz dhe nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, reagon pas tarifave të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas ish ministrit të jashtëm, vendi është vendosur një kategori me Serbinë dhe Kinën. Shqipëria dhe Kosova do të përballet me vetëm 10% tarif, Kroacia dhe gjithë Bashkimi Evropian me 20%, Maqedonia, Serbia, Kina me tarifa drastike 33 deri në 37%. Maqedonia është futur në të njëjtën kategori me Serbinë dhe Kinën, vende që tradicionalisht përballen me barierat e larta tregtare, shkruan Bujar Osmani. Rajoni. Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër. Apeli vjen nga shefja për politikë jashtme e Bashkimit Evropian. Në intervistë për Radion Europa Lir, Kaja Kallas tha se është e gatshme ta shqyrtojë këtë çështje, do ta bëjë këtë së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në ditën e vijim. Kallas foli po ashtu për ndikimin e mundshëm të luftës tregtare mes BE-s dhe SHBA-s, si dhe për mundësinë e një armëpushimi në Ukrainë, duke theksuar nevojën për përfshirjen e Europës në çdo negociat për këtë çështje. Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti fillon zyrtarisht takimet për formimin e qeverisë së re pas certifikimit të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ai informoi mbi takimet me disa nga partitë politike të pakicave për një konsultim që sipas tij do të realizojë formimin e qeverisë së re. Fillu me takime zyrtare me krejt të partive politike, para ditë kanë qenë Emilia Rexhepi dhe Rana Drašić, do të vazhdojmë edhe me këtë. Kurti zhvilloi takimin e parë me Emilia Rexhepin, kryetaren e Partia e Re Demokratike. Rexhepi konfirmoi gatishmërinë e plotë për vazhdimin e bashkëpunimit me vetëvendosjen. Kurti ka falendëruar Rexhepin për bashkëpunimin e frytshëm, rezultatet e arritura gjatë këtij mandati dhe punët e mbara që na presin në 4 vjeçarin e ardhshëm, thuhet në njoftimin e qeverisë. Asnjëra nga partitë politike nuk ka mjaftueshëm vota për të formuar vetëm qeverinë e re. Vetëvendosja LDK, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë filluar bisedimet me pakica që kanë 10 vende në parlament. Kryeministri i Kosovës vijon përpjekjet për konfirmimin e aleancave me synim krijimin e kabinetit e ri qeveritar. Pas takimit me kryeministrin e detyrë, kryetari e Partisë Unioni Social Demokrat, Dude Balja, njoftoi mbi kërkesat e bosnjakëve për të bërë pjesë e qeverisjes. Për kërkesa unë fola disa herë, domethënë është komuna e bosnjakëve, është reforma në arsim, edhe domethënë tretmani barabartë me krejt domethënë deputet që kanë një votë brenda kuvendit. Tha kryetari e Partisë Unioni Social Demokrat. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, pas takimit me kryeministrin Albin Kurti për formimin e qeverisë së re, tha se nuk ka vija të kuqe me askënd në Kosovë. Veton Berisha informoi se shpalosi para Kurtit programin dhe kërkesat e komunitetit egjiptian. Ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askënd. Në këtë rast as me kryeministrin Kurti, po me askënd në Kosovë. Edhe normalisht që ne i patëm kërkesat tona, edhe kërkuam që me thonë nëse hymë në qeveri, me pas mundësi që me ndiku në politikat qeveritare që me ndryshu. Në më thonë me marë përgjithësi, e dorëzum një program partisë që na kemi pas gjatë fushatës që janë nevojat komunitetit dhe kam bet ditëve në VM që me pas takime prapë.
Kryetari i Partisë së Romëve të Bashkuar të Kosovës, Albert Kinolli, tha se në takim me kryeministrin Albin Kurti u diskutua për formimin e qeverisë së re. Sipas Kinollit, partia e tij nuk ka vija të kuqe, por duke respektuar rezultatin. Po presim 15 prilin. Besojmë që kryeministri Kurti do t'i ketë numrat e nevojshëm dhe këtë kontekst edhe ne do t'japim maksimumin tonë që për formimin e qeverisë dhe besojmë që do t'jemi pjesë. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Kryeministri Edi Rama thekson rëndësinë e procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në takimin e dytë të nivelit të lartë Shqipëria 2030 në B, rruga reformave, shefi I qeverisë shqiptare buri në duke se tani e kuptojnë më shumë se kur se Bashkimi Evropian është një perimetër sigurie që garanton lirinë individuale dhe barazinë përpara ligjit. Bashkimi Evropian nuk ka qenë më popullor brenda perimetrit vet në këndvështrimin e popujve të vet sesa aktualisht. Janë vetëdijsuar se Bashkimi Evropian është edhe një perimetër sigurie. Për Shqipërinë, sipas Ramës, qëllimi kryesor I integrimit mbetet heqja e ndikimeve historike dhe siguria e lirisë dhe barazisë për qytetarët. Ka nisur prodhimi I fletëve të votimit për zgjedhësit nga jashtë që janë regjistruar për të votuar më 11 maj. Kreu I Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi në një komunikim me gazetarët tha se fletët po printohen nga një kompani slovene. Brenda datës 8 prill, materialet pritet të vinë në Shqipëri. Përgatitja e zarfeve me fletën e votimit do të bëhet brenda datave 8 dhe 10 prill, ndërsa zgjedhësve jashtë Shqipërisë parashikohet që do të dërgohet brenda datës 17 prill. Kryetari I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi deklaroi se çdo zgjedhës mund ta marrë vetëm personalisht zarfin zgjedhor me mjet identifikimi që do të dërgohet nga operatori I shërbimit postar. Do të duhet që operatori I shërbimit postar, dhe kjo është e panegociueshme, t'ja dorëzoj individit në dorë fletën e votimit, të themi. Dhe asnjëri prej familjarëve apo bashkëjetuesve të tjerë me të. Janë 3 tentativa të cilat operatori I shërbimit postar do t'i bëjë në orë të ndryshme. Posta do të shkojë 3 herë në orare të ndryshme. Kompania postare DL mund të lërë një shënim se kur operatori të paraqitet pranë ose një shënim se kur mund të shkojnë vetë votuesit në zyrat postare për ta tërhequr. Sipas tij, zgjedhësit do të kenë 3 deri në 4 ditë kohë për ta plotësuar fletën e votimit dhe të nisin zarfin. Rreth 3.7 milion shtetas shqiptar brenda dhe jashtë vendit kanë të drejtën e votës në zgjedhjet e 11 majit. Ministria e Brendshme publikoi listën përfundimtare të qytetarëve me të drejtë vote. Nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, rreth 114.000 zgjedhës votojnë për herë të parë, ndërsa rreth 1.000 shtetas janë të papërfshirë për shkak të dekriminalizimit. Numri I emigrantëve të regjistruar zyrtarisht në listën e zgjedhësve nga jashtë Shqipërisë është rreth 245.000 persona. Kjo është hera e parë që emigrantët përfshihen në procesin e votimit nga vendbanimi I tyre jashtë Shqipërisë. Ndroi jetë në moshën 91 vjeçare Margarita Xhepa, ikona e kinematografisë shqiptare. Ajo lindi më 2 prill 1934 dhe ndroi jetë një ditë pasi festoi ditëlindjen. Gjatë karrierës së saj realizoi mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi. Disa prej personazheve që interpretoi gjatë karrierës së saj janë Shano te Dimri I fundit, Pianistja te koncert në vitin 1936 dhe Lena te Toke për gjakur. Në vitin 2007 aktori su çmimi I karrierës për rolin e Nadjezhnës në monodramën Kënga e Mjellmës. Ndërkohë është dekoruar dhe me titullin Artiste e Popullit. Krerët më të lartë të shtetit, politikës dhe botës së artit shprehen ngushëllimet për këtë humbje në radhët e ikonave të aktorëve shqiptar. Radio 7 I shpreh ngushëllimet familjarëve dhe të afërmve. Lutjet tona shkojnë për ta. Bota. Një goditje e madhe për ekonominë globale I përshkroi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump. Në një deklaratë për mediat, ajo tha se tarifat nuk janë zgjidhja dhe SBE ka qenë gjithmonë e gatshme për të negociuar, por në të njëjtën kohë ka gati kundërpërgjigje. I agree with President Trump that others are taking unfair advantage of the current rules, and I'm ready to support any efforts to make the global trading system fit for the realities of the global economy. But I also want to be clear. Reaching for tariffs as your first and last tool will not fix it. This is why from the outset we have always been ready to negotiate with the United States to remove the remaining barriers to transatlantic trade. Unë jam dakord me presidentin Donald Trump se të tjerët po përfitojnë padrejtisht nga rregullat aktuale dhe jam e gatshme të mbështes çdo përpjekje për të përshtatur sistemin e tregtisë globale me realitetet e ekonomisë globale, por gjithashtu duhet të jemi qartë. Përdorimi I tarifave si mjeti I parë dhe I fundit nuk do ta zgjidhë problemin.
Kjo është arsyeja pse që nga fillimi ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm të negociojmë me Shtetet e Bashkuara për të hequr barierat, u shpreh ajo. Von der Leyen informoi se krahas paketës së parë të kundërmasave në përgjigje të tarifave të çelikut të vendosura më parë, po përgatisim kundërmasa të tjera për të mbrojtur interesat e bizneset. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel, and we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. We will also be watching closely what indirect effects these tariffs could have, because we cannot absorb global overcapacity, nor will we accept dumping on our markets. As Europeans, we will always promote and defend our interests and our values, and we will always stand up for Europe. But there is an alternative path. It is not too late to address concerns through negotiations. This is why our Trade Commissioner, Maroš Šefčovič, is permanently engaged with his US counterparts. We will work towards reducing barriers, not raising them. Ne po finalizojmë tashmë paketën e parë të kundërmasave në përgjigje të tarifave të çelikut dhe tani po përgatitemi për kundërmasa të mëtejshme për të mbrojtur interesat e bizneset tona nëse negociatat dështojnë. Ne gjithashtu do të shikojmë me kujdes se çfarë efektesh indirekte mund të kenë këto tarifa, sepse nuk mund të thithim mbi kapacitetin global, as nuk do të pranojmë dumping në tregjet tona. Nuk është shumë vonë për të adresuar shqetësimet përmes negociatave, prandaj komisioneri ynë i tregtisë po angazhohet vazhdimisht me homologun e tij amerikan. Ne do të punojmë për të zvogëluar barierat, jo për të rritur ato, tha Ursula von der Leyen. Britania e Madhe reagon pas tarifave të vendosura nga Donald Trump. Sekretari britanik i tregtisë dhe ekonomisë, Jonathan Reynolds, tha se SBA janë aleati ynë i afërt, por sa asgjë nuk përjashtohet. Ai deklaroi gjithashtu se do të veprojnë në interesin më të mirë të bizneseve dhe konsumatorëve në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo është arsyeja pse gjatë javës të fundit qeveria është fokusuar ekskluzivisht në negocimin e një marrëveshje ekonomike me SBA-n që forcon marrëdhëniet tona tregtare ekzistuese të drejta, tha Jonathan Reynolds. Kryeministri italiane Giorgia Meloni vlerësoi si të gabuara tarifa doganore të presidentit të SBA-s Donald Trump. Ajo deklaroi se do të bëjmë gjithçka që mundemi për të fituar drejt një marrëveshje me SBA-n me synimin për të shmangur një luftë tregtare që në mënyrë të pashmangshme do të dobësonte perëndimin në favor të lojtarëve të tjerë global. Në çdo rast, si gjithmonë, ne do të veprojmë në interes të Italisë dhe ekonomisë së saj, edhe duke u krahasuar me partnerët e tjerë europian, premtoi Giorgia Meloni. Kryeministri suedez shpreu keqardhjen për vendosjen e tarifave nga SBA. Ne nuk duam rritje të barierave tregtare, nuk duam një luftë tregtare, shkroi kryeministri Kristersson. Megjithatë, ai deklaroi se BE do të duhet të përgjigjet në mënyrë proporcionale duke mbrojtur qytetarët, punëtorët dhe bizneset. Irlanda është treguar e gatshme të gjejë një zgjidhje të negociuar me Shtetet e Bashkuara. Negociatat e dialogu janë gjithmonë mënyra më e mirë, shkroi ministri i jashtëm irlandez. Nuk ka fitues me tarifa doganore, ato janë të dëshme për konsumatorët, rrezikojnë vendet e punës dhe rrisin kostot dhe pasigurinë për bizneset. Së bashku me kolegët e mi të qeverisë dhe BE-s, ne do të shqyrtojmë situatën dhe mënyrën më të mirë për të reaguar në orët e ditën e vijim, deklaroi Simon Harris. Ndërkohë në Azi tarifat e sapo shpallura kanë dhënë dhe efektet e para. Bursa e Tokios ka rënë me 5%. Ministri japonez i tregtisë shpreu gjithashtu keqardhjen për tarifat, ndërsa paralajmëroi se tarifat e reja mund të dëmtojnë investimet e Japonisë në ekonominë më të madhe në botë. Qeveria japoneze gjithashtu vuri në dukje se ofensiva tarifore e SBA-s mund të shkelë rregullat e OPT-s dhe marrëveshjet dypalçe midis SBA-s dhe Japonisë. Donald Trump tha këtë mërkur se SBA është frydzuar nga mashtrues dhe është plaçkitur nga të huajt ndër vite. Kjo është arsyeja sipas tij për të vendosur tarifa doganore mallrave që ata eksportojnë në superfuqinë ekonomike të botës. Importet nga Bashkimi Evropian dhe Mbretëria e Bashkuar do të tarifohen përkatësisht me 20% dhe 10%. European Union 39%, we're going to charge them 20%. United Kingdom 10% and we'll go 10%. So we'll do the same thing. Mallrat që Kina eksporton në SBA do të përballen me një tarifë doganore 34%. China, so 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. Të prekura nga këto tarifa doganore janë dhe Shqipëria me Kosovën me masën 10%. Për mallrat që shesin në SBA, Serbia penalizohet me 37%, Bosnia dhe Hercegovina 35% dhe Maqedonia e Veriut me 33%. Për presidentin amerikan, volumi i mallrave që SBA importojnë nga vendet e tjera është shumë i madh se volumi i mallrave amerikan që eksportohen, dhe kjo diferencë është e padrejtë për kreun në shtëpisë së bardhë. Në këmbim, presidenti Donald Trump premton se kompanitë e huaja që investojnë në SBA nuk do të paguajnë asnjë tarifë doganore. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.